Kur ka fillu pasioni ytë për kickboxing edhe që sa je në fakt në Itali? Sa vite, nuk... Unë në Itali kam lind. Po. Edhe me Sa mire kickboxing jërëm që flet vetë Shqipën vite. o Argjend? Po, e di, ma thënë gjithë. Të jesh i lindur dhe i rritur në Itali, e flet Shqipën bukur pastër, nuk e vrejta, o mendova që ke shku vonë dikur? Jo, kam lind aty, a më gjithmonë familje që nga vogël kemi folë Shqip në shpi, kam su babi mami. E mrekullueshme, familje tona shqiptare të cilët e ruajnë gjuhën tonë dhe traditat tona pa dyshim që janë për të duar trokit. Po flasim pak për kickboxing, kur ka fillu për ty si pasion, si dëshirë për të marrë me këtë sport? Para 10 vite, ku kam pas 10 vjetë, se tash kam 20 vjetë, jam marrë gjithmonë me këtë sport. Në ndeshjen e parë kam bërë mas 2 javë që kam fillu sportin, edhe kam fitu, kështu që kam një sfida me njëre që nga i vogël. Dhe si kanë qenë për ty ato momente, çfarë kanë thënë prindrit në fakt, duke marrë parasysh që nuk është një sport i lehta dhe kërkon një disiplinë të jashtëzakonshme, mbi të gjitha është pak edhe fizik. Po, e vërtet. Mami ka pas shumë frikë, nuk donte me bërë sport, nuk ishte qef, kishte frikë kur i pusha në ring. A babi kishte qef, na ka fut ai me bërë sport, na ka shtin gjak. Edhe thotë gjithmonë jepi sa më shumë, Edhe ja ku jemi, të kemi kampion bote, pa dyshim që po. Po na trego pak eksperiencat e tua edhe normalisht të kesh një emër e mbiemër shqiptar, duhet këtë pasur pak paragjykime, pak ndoshta edhe diskriminim në raste të ndryshme, apo jo? Më të thënë drejtën, jo. Nuk e ke ndje? Jo. Gjithmonë kam përkrar shumë edhe italianët, nuk kam pas në diskriminimi si. Që për momentin jo, pastaj nuk i dihet. Tash nuk i dihet. Po mirë, më trego pak si erdhi deri tek titulli yt, kampion bote në Austri në vitin 2021 fillimisht. Në 2019 u bëna kampion italian dhe pastaj vazhdova me meça të tjerë, u bëna përsëri kampion